Po thot gjykata, lexon e mirë kush e kupton gjuhën juridike nenin 158. Vendosi aty se i ke të nënvizuara. Po. E dyta. Gjykimi Çka thot 158 që mos nalemi numra po të nalim në esencë. 158 që kushtrim. 158 që ka të bëjmë me ato që kadria i dha kohë krejtësisht tjetër. Çka? Tash nuk kemi të bëjmë me seancë plenare. Ande nuk është konstituu kuvendi. E drejta e votimit përcaktohet vetëm seancë plenare, seancë solemne, nuk përcaktohet. Po varet krejtësisht për rendit strikt, po shkun në gjykim. Rendi strikt, formal, që ka caktu ish kryetari kuvendit, Glau Konjufca, me kryesin e kuvendit. S'ka ti me asi kryesus për shkak se moshat ta ka, edhe me qitë mocion. Mocionet janë vleshme vetëm seanca plenare. E kështë kadria nuk e tha. Kur është i konstituar kuvendi? Kur është i konstituar kuvendi. Mund mu më të dy format, por edhe atëherë varet Tavlonti edhe përmeni varet pej shumicës deputetëve. Edhe atëherë, edhe seancë plenare. Kolegë, apo votojmë shef të hapën, duhet mocion, duhet komision, dhe komisioni dëmoni në mënë vëra, duhet mi pas gjatë një vota për me votu më shef. Se gjithë shka në sistemin e Kosovës bëhet me shumicë vota shprej gjatë njështë. Për post të zgjedhja presidentit, edhe jonë edhe disa që është e tjera vis major. Tjetra, dëmonë, po thot në 158, kryesusi kushtëzohet nga natyra strikte formale rendit ditës, nëse qëto se kuptoni, ju s'keni me kuptu kur gjo. E treta. O, dhe zbuti pak deklaratën. Nëse që kjo nuk kuptuhet, kur në këtë vend s'ka me kuptu kur gjo. Ketë kanë me mashtu, ketë kanë me rajt, ketë kanë me kap, qka t'ju vjen dorë. Edhe ketë kanë me vjellë. Sepse norma është ajo që na bon njeve njerëz etik. Pak na përkujton që jemi qenje që varet liria jonë pej liris tjetët, edhe pak pitute, se shkon burg. Shkon burg me rajt e me vjellë. E treta. Grupi parlamentar, si pas aktë gjykimit, lexon në nenin tash 185, i kitë në nënvizume. Po e vendos aty në ekran. Grupi maj madh parlamentar e ka detyrim që ka ras të drejtës me propozu kandidatin për kryetar të kuvendit, i mbi vendoset me njëherë detyrimi me siguru gjatë një vota. Këta e kanë për detyrë, jo opozita. Kush thët që opozita ju ka bërë shtyne, mja votu kryetarin e kuvendit, ajo është mashtru si majman këtë vend. Edhe meriton burg, meriton linqim, po menoj etik. Nuk duhet me i besu mo ati njëri. Thjesht mus me i besu. Sepse mashtrimi qënë në krim, mashtrimi qënë vrasje, mashtrimi qënë dhunë. Lexohen në mirë 185 çka thot. Por, natyrisht ato që tha zoti Kryeziu ma herët. Në seancë plenare, deputeti obligohet, detyrohet me votu, po për, kundër edhe me abstenu. Po derisa udhës e ka shkel, se gjykata ka shpoll jo kushtetuese këtë seancat mas 15 prillit. Këti ka shpoll jo kushtetuese. Kush i ka bo shkeljen? E ka bo ai që mocion ka qitë me ndruran në ditën. Dhe opozita ka bo mirë, ish opozita që s'ka votu. Sepse votimi do t'ishte shkelje, zoti Kryeziu. Shkelje kushtetues do t'ishte. E në seancë plenare është ajo që po thu ti, duhet me votu për, kundër ose me abstenu. Jo ende pa u bo kuvendin. As Kosova s'ka kuvend. Fatkesisht, s'ka kuvend. E kuvendi është pushteti pa në Kosovë, Albinje ka kesh kuptu. Sa qeveria, mandatari qeverisë mëreti këti vendi, kuvendi Kosovës është. Kosovë është parlamentar. Shtet parlamentar, po. Apo më në më dëgju? Po. Apo një, se kësë pëndohet s'panin mira, gjithë shkëm tha. Urdhro. Jo, dëgjojmë mirë. Edhe këtë seancën konstituive, deputet kanë për detyrë me votu për, kundër dhe me abstenu. Ku ta zgjedhin kryetarin? Po shpisuat të zgjedha kryetarin zoti Kryeziu, pse po spekulon? Më sigur. Ja, lutem. Po ti po gutesh, jo, dhe s'e ku studiu 100 herë këtë sa. Po. Këta nuk kanë guxuar me votu, se kishin shkel kushtetues zotni.
Ku mos i jep zërë, me shka për jep Pani zërë. patrus, po, mos jep ti zërë. Prit, ta dëgjojmë njëri